Tani më bo braziliane, a? Ka zonanit si rasti 50-60 vjetë? Kanë shumë interesant se ka kërku edhe me 2 ngjyra dhe i ka dalë një model tepër i mirë. Ka pagujt bilet enkas për me ardhë me i boka qorejlat edhe ka ikë mësi ka boka qorejlat. Ardë të apu nje? Ora tash plëkti kryva? Tash e kanë venin Tash në nuk- Kosovë, në fush Kosovë, të Fatlinda Beauty Salon. Me neve femnave edhe zoti është në zërë. Me pas flok të drejta, duna mi bo drejta, e me pas drejta, duna mi bo drejta. Kështu që unë e kom gjetë një vend, që ndashi drejta, ndashi drejta, ja bën Fatlinda. Kështu që hajdeni me mu mrena, të këqyrim se shka kena me bosët. Që kemi? Shka e një sigur ta që të një me mbot zemë. Edhe që kje 2. U hej si flok normal. Ta shtë logaritë e qëtë me qitë. Hej nuk u të mu besu që janë të janë doshme njësa, po. përdin? Që nashta juve muna mi ju do këpa keq që jo mule për folit për sënë, shti po pëngjej vetën se jam shumë musafirë sot këto. Si vëllëm do me thonë Fatlindës faleminderit që nga ka prit, për me bo këtë intervjist bashkë dhe shka kena vendos me bo sot. Mas pari faleminderit juve që keni ardhë, je shumë e mirë se ardhëne. Edhe sot këmë vendos me t'i bo flok kaqurela, se nuk t'kum po asnjëherë me kaqurela. Faleminderit shumë, kështu që pianisëm e shihim në dërku. Fatlinda, për në kalëzën që e nga të bush tash? Tash mas e kena hidratu flokun, jem t'i kap flok gërsheta, se në këto gërsheta ka me vendos fijet sintetike, fijet braziliane. Tani më bo braziliane, a? Po? Tash e tutja vish me ngjyrë të verdha gjak për të komendojt. Mas i shta bisteka i kapëm, tash në spedi mo shka i të bo, po du me ndvej se shka i nga të bo që tash. Tash jem t'i kap këto fijet braziliane me gërsheta. Apo në ka dhe Fatlin që s'to ko u bo që mirë është me qitë puna, është ajo vish me bistekat e me flokët kështu, po më përgjithsi me frizert, nëse muna me qujtë kështu. Kom nis para 8 viteve, fillimisht kom nis me thojt, tani ty e po interesimin e femnave që e kam pas për grimin, flokët, kom vendos me i krye dhe sene tjera, me i bo dhe trajnimet për shërbimet e tjera. Qka përfshin që të tëti, shka mune me bo njerëz, kështu që me sa pumi me po, hyn qështu si une dhe del këtë dikush tjetër. Te na muni me gjejtë edhe thojt, qerpekt, microblading, grem profesional, flokët, në stilet ndryshme. Cila është që e ban ti kështu me mas shumë t'i qef, për shambull? Njanën për tyne që e ki kështu që t'flen, a me lyja, me bu theja, me bu fluka? Nuk muj me nda këto, krejt e baj me shumë zemër, me shumë knatësi. Mi dosi mi vro. A i ka do me thonë qëtu. Apo nga kalzim se vendosem i pru qëtu flokë në Kosovë. Se si teknik nuk është që kena po ma herë, të për vete nuk e këm po të paktën. Po, flokë këm vendos me i pru se kur e shefsha që klientet po ju pëlqen atë shumë, kur e baj shumë për një ditë kështu stilimin, kaqurrelat, edhe o kona i reagimi sa mire, kështu këm thot pse mës me ka një teknik që zgjat ma tepër. Cilat musha për vrenë që për bojnë pak ma shumë qëta se nëse e në internet ose në TikTok ose në Instagram, se t'ja bëjsh një 2 herë shtu scroll, direkt del një qik me që se flokësh. Po, ka të ndryshme, kështu fillojmë prej 17-18 vjetë, e ka raste edhe 50-60 vjetë. Oho, hajtë ka zonanit si rasti 50-60 vjetë? Po, bile u kanë shumë interesant se ka kërku edhe me 2 ngjyra dhe i ka dalë një model tepër i mirë. A ti tregoj komentet kështu çka i kanë thonë shoqënia, që e kanë thonë rrethi se Shumë u kanë e kënaqshme tepër mirë se ka ardhur edhe masanejnaj me bë pastrimin edhe këtë. E kish marrë komente goxha pozitive. Sa po është e vështirë, sa po të merr kohë ty me bë një stilim të tillë? Rreth 2 orë. Si proces gjatë rreth 2 orë. Okej. Apo për ty kështu me prit? Se na grati jena kështu. Kënaqem shumë me klientena. Ne vetë na u pritet dhe na kena qef më një herë me kry. Jo, se nuk është që na shtani kozgjatje tepër e madhe. Tamam, është ashtu mirë kalojmë. Në Kosovë kështu për cilat vendeve po vinë më shumë? Në Kosovë jam prej krejt qyteteve, po ka raste që vinë edhe prej Shkupit, Shqipërisë, prej Malit Zi. Okej. Mos më thuaj që të kanë ardhur edhe prej jashtit, kështu ta mojnë. Po, shumë. Edhe bile enkas për qëtë punë. Ka pagujt bilet enkas për me ardhë me i bo kaqurrelat, edhe ka ikë mësi ka bo kaqurrelat. Do të vish ka ardhi ka bo, edhe ka ikë direkt. Po. Qysh ke për ty që të marrë dikush kështu enkas për ty? Normal është ndjenja ma e mirë, se për qëta edhe veç punojna edhe na maksimumin tonë.
u konë ndjenja ma e mirë. Në masit përfundohen, e kam përgjan pak me të pyet për mirëmbajtjen e tyre kështu, po du me vetë pak kalu manena, kush është përkraja jote më e madhe, kush përkra më shumë ti që drejtem? Normal familja krejt, gjithmonë i kam prej fillimit që kom fillu këtë punë, edhe tash, shpresoj që edhe tutje kanë me konë krahi jemi gjithmonë. Ardë ta vunje? Qëra, ona tash flok t'i kryva, po, tash në dëna me vetë Fatlindjen se qërë dëna mi mojt, të në qëta volum që shminajt gati. Për me mirëmbajt këta dhe për me të nejtë shtë me volum, mës me kam fjet e bashkune, kështë me nda, është mirë me i ba me vajra, keme ba flokun me vaj, me nda fjet, kështë për mës me kap njana me tjetren, me përdor shampon pas sulfate, mund është me i pastru një herë një aftë, është e preferushme. Mas pastrimit 10 minuta në peshqer edhe i ki flek në rregull. Dhe me thonë nuk ka nevoj me përdor fe me kështu? Jo, nuk ka nevoj asnjënë me përdor, flek t'i ki në rregull, veç në peshqer 10 minuta. E këto që nashta tentojnë me i ndrejtu, ose nuk e din, kalzoja dhëtë me drejtua, zëtë me drejtua, që Jo, të bimajt? këto janë fije sintetike, kështu që nuk dohet me i drejtu. Rrim veç në këtë formë, një dhe në 3 muj. Kështu që Fatlind kepi bjen që na, nëse dojna me bërë qështu flek, s'ka nevoj me shku t'i kën tjetër? Jo, e din venin. Nuk ka nevoj me shku mane për vene tjera, se që shë pash në disa komente ke që për me bu flek qështu do të me shku në Shqipëri. Tash qa me buna? Tash e kanë venin. Tash Në nuk- Kosovë, në fush Kosovë, te Fatlinda Beauty Salon. Kejt jo, që dani me bu flek drejta, që i keni drejta, që si u bëzë zotë i rahat, ma për edhe në venin, në fush Kosovë, te Fatlinda, e për me të nge bëf që se më kanë zotë e rëqë të qenë.